E kam fjalën për për Alternative für Deutschland të Alice Weidelit, për shembull në Gjermani, që ma habiti dje pash që për sondazhe ishte për herë të parë e kishte tejkaluar edhe CDU-n. E kemi parë me FPO-n e Kickl në Austri, ku kjo Freiheitliche Partei është shumë më lartë se sa parti tradicionale dhe fitoi edhe zgjedhjet. E kemi parë me Geert Wilders, për shembull, e kemi parë Partinë e Lirisë në Holland. Pra ose e kemi parë me Rassemblement National, për shembull, me të Jordan Bardellës, që është shumë e konsoliduar edhe në zgjedhjet që po afron, mund edhe ta për herë të parë të marrë postën e presidentit. Në këtyre rrethana, edhe në qoftë se ka një vullnet edhe interes gjeopolitik, ata kanë problem me kaluk të brenda vendeve të tyre, sepse kemi këtë klimë të konsoliduar të partive relativisht ekstremiste të djatha, të cilat janë kundër zgjerimit. Ka një dimension të theksuar sovranist, edhe unë mendoj se kjo nisma i Merci, për nuk është vetëm e tij, janë edhe disa vende të tjera prafa. Megjithatë ka qenë edhe fshetur edhe më përpara si ide, por tani kur e bën një kancelar gjerman, merr tjetër pesh. E ka nisur fillimisht Macroni, dhe në një farë mënyrë kjo është një lloj akomodimi, një rrugë të ndërmjetme, për shkak se Gjermania dhe Merci edhe në marrëveshjen e tyre për të bërë koalicionin e gjerë, koalicionin e madhështor që quhen ata, ka qenë përmendur që duhen kritere para antarësimit. Mirë, në kushtet e klimës së re, ata janë duke përpjekur me përdor disa marsha ose disa etapa që të akomodojnë shqetësimet ose interesat e Francës, sepse si përmenda Franca në terrenin e brendshëm ka një mundësi për një përmbysje ose ndryshim tektonik dhe në kushtet e forcimit të Rassemblement National, një parti me retorikë të qartë anti-zgjerim, anti-imigracion, islamofobe, kështu me radhë, me akomoduate edhe me lehtësu për Francën që ta gëtisi këtë avancim në proces. Pra, ky është leximi im i kësaj nisme të Mercit edhe disa vendeve tjera, për shkak që e kam mbështetur. Zoti, diçka për të shkuar për këtë pjesë? Patjetër, meqense po flas i fundit, ka shumë ca gjërave. Shiko, radh parë është një fitore e vogël, jo e plot, është një fitore e vogël, është një lajm pozitiv për Shqipërinë, duhet konsideruar si një lajm pozitiv, pavarësisht se bëhet fjalë, siç e thash fillim, po e theksoj përsëri, për arsimin, kulturën, shkencën dhe marrëdhëniet me jashtë, cilat janë tema që Shqipëria i kalon lehtësisht, temat kryesore, të cilat janë diskutohen, vinë në çdo progres raport të Bashkimit Evropian, kanë bënë me shtyllat e shtetit ligjor, cilat janë pavarësia e sistemit të drejtësisë, lufta ndaj krimit, korrupsionit e me radhë, dhe në këtë kontekst Shqipëria ka shumë hapa të lënë bosh në raport me standardet që duhet plotësoj. Në këtë kontekst, për shembull, mund t'ju marr një shembull. Cili vend i Bashkimit Evropian, Andrea, i jep pasuri publike biznesmenëve të caktuar pagar, siç është ligji për investitorin strategjik në Shqipëri. Unë e kam studiuar këtë pjesë, jam munduar gjej ndonjë vend Bashkimin Evropian që përdor këtë procedurë, e cila në vetvete bie në kundërshtim me aktet komunitare sa i takon konkurrueshmërisë. Pra ne kemi bërë hapa pas, dhe kur them hapa pas duhet citojmë ligje konkrete. Ligje të cilat nuk janë përputhje me Bashkimin Evropian. Është e natyrshme që ekziston vullneti gjeostrategjik që një vend i rëndësishëm si Shqipëria të mos lihet jashtë. Por nga ana tjetër, ajo që zoti Merz ka propozuar, dhe kur themi zoti Merz është Gjermania dhe është një peshë e madhe në Europë, është avancimi hap pas hapi që do të thotë shtimi i monitorimit në Shqipëri nga Bashkimi Evropian për çdo pjesë të secilit prej kapitujve të nxehtë që janë. Dhe në këtë kontekst, kjo është gjëja kryesore që duhet diskutuar. Ky është lajmi më i mirë sot për sot, i cili jep mundësinë këtij vendi të vogël, këtij vendi të vuajtur, me këto 36 vite tranzicion politik, t'i vërë një kapak, një sistemi, një epoke dhe të filloj një epoke e re për vendin tonë. Është e rëndësishme kjo gjë dhe duhet ta mbështesim maksimalisht këtë projekt të Gjermanisë sot për sot në Europë, i cili vërtet na mundson që të plotësojmë disa standarde dhe mos fillojmë pretendojmë dhe bëjmë hipokrizira sa herë ka problemet nxehta politika shqiptare. Kemi hyrë në rrugën e madhe, tha zoti Dervishi, shpresojmë që në destinacion të shkojmë me një makinë të mirë dhe jo me një karrocë me guzhunjeta, zoti Dervishi, që të shkojmë edhe më shpejt. Kështu që kjo është shpresa jonë.
Ndërkohë, një tjetër temë për cilën sigurisht që vlen të diskutohet janë minutat e tjera të cilat janë duke u diskutuar edhe në seancën parlamentare. Era konsensus, zotja Libe, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste po bien dakord mbi një sër çështjesh të rëndësishme dhe një prej tyre është edhe rregulloria e parlamentit. E çuditshme apo? Dua të di mendimin tuaj. Pra, është e Çfarë çudit juve? Besoj se nuk do të çuditeni dhe ai shumë me përvojë që keni. Sigurisht nuk më çudit fare, po flas për publikun. Se që bëjmë pazare, kjo është i qartë. Këtu e shumë vite tashmë. Po edhe për publikun, besoj është hapi, si ka mundësi, që pak në këto 3-4 muaj, nga ana e Partisë Demokratike, Edi Rama konsideroj si armiku demokracisë, autokrat, njeriu që shkatroi zgjedhjet, shkatroi sistemin shtetëror, vjedh Shqipërinë, dhe nuk është se janë vërteta. Janë vërteta. Më shumë se kaq madje. Habia qëndron si ka mundësi të mund të bashkosh votat me një njeri tillë, me një personazh, të bësh pjesë e regjimit, të bësh pjesë, të japësh kontributin tënd për ta zbukuruar portretin e nxirr të regjimit dhe të Edi Ramës. Po ju çfarë do bëni ndryshe në vend të tyre në këtë moment? Ja pritani, të shohim çfarë kanë bërë pastaj, çfarë do bëja. Për shumë me cilat pika nuk bini dakord konkretisht? Nga cilat pika? Ato të cilat... Po ju pyes ju. Ja po themon, nuk bie dakord me reformën zgjedhore. Sepse ata çfarë bëjnë, dhe me sa duket piketat janë hedhur tashmë për pazarin për reformën zgjedhore, çfarë e qartë që po bëjnë një ndryshim në ligj, thjesht dhe vetëm për të ruajtur pozicionet e tyre, njëri në qeveri, tjetri në opozit, duke e bërë pamundur çfarë do lloj mundësie që subjekte të reja, lëvizje të reja, aktuale ose ato që mund të linin, të mund të kemë përfaqësim. Keni zënë në parlament. Pra të jenë pjesë në parlamentit pakun të demaskojnë atë që pazaret që bëjnë e para. Nuk jam dakord me reformën territoriale. Ende sot, këtu kemi qenë para një muaj. Ajo nuk është kopësitur ende. Pikërisht, si ka mundësi... Çfarë shihni ju që nuk e shohin të tjerët? Pra unë shoh faktin që janë të tërhequr më tepër për të bashkuar votat, vullnetet, jo në interes publik. Unë jam plotësisht dakord dhe do t'isha dyja duart që jeta politike, jeta parlamentare të ndryshonte, palët politike të gjenjë gjuhën e përbashkët, të ketë marrëveshje, jo pazare. Po ka një kriter dhe vetëm një, ai i cili ndan çfarë është marrëveshje dhe çfarë është pazar. Interesi publik. Për ju janë pazare, nuk janë marrëveshje. Po. Ta mbaroj Po, patjetër. Pra është pazar dhe është historikisht pazar ai çfarë është bërë për reformën zgjedhore, është pazar ai që po bëhet për reformën administrative, se do të vazhdohet me sa duket historia që të rrudhet